a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or girl. Yeah, you see, a man made the cards to take us out of the road. A man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Adelina duket se më keni përfshirë made the pak. boat for the water, like no one made the earth. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. A man thinks about a little bitty girl or a baby boy. A man make them happy, 'cause man make them toys. And after man makes everything, everything he can, and no man makes money to buy from other men. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. Without a woman or a girl. Bravo! Bravo, bravo. Mirëmbrëma. Elti Popova, 16 vjeçar. Ku po mos të pyeta se ndre që ma the. Edhe një herë tullëm si e kemi? Elti Popova. Elti Popova. Po. Ta gëzosh. Sa vjeç? Shumë faleminderit. 16 vjeçar. 16 vjeç. Po. Po. Si erdhe këtu në këtë skenë? Si erdhi kjo përzgjedhje muzikore? Si erdhi ky ripunim që nuk ishte në fakt ai klasiku që Zi vetë kjo këngë ma shumë kënohet duke e ndje, edhe duke e ndjet ai edhe bëhen ato riffs. Prit. Prej nga je? Vi nga Prishtina. Opa, Prishtinalia, Njofshëm. edhe në fakt se të gjithë kujtuam se ishin ai Gjirokastra edhe. Nga Prishtina. Teknika jote, mënyra jote, siguria jote dhe aq më tepër mbi të gjitha në ana ime emocionale që ke një lloj hije të djalit tim të madh, Dankanit, ke një lloj kuqëlliku që të rrezaton. Ishte në vijën më të përkryer teknikisht. Një korrigjim do doja ta bëja që shumë të madh madje, do ta kishe bërë ti në fakt, sepse kjo këngë nuk vlen më, bota nuk është e burrave, ka shumë kohë, bota është e grave. Pika trof, sa deshta me i thonë, A do jetoj më shumë, pra, ja 6 muaj më shumë, unë 160. Sa desha ta thëmë atë? It's a man's world. Kjo është, ka shumë vite që kjo është i botë goni e grave, kjo është një, të gjithë burrat që drejtojnë botën e drejtojnë gratë në fakt. Po jo. Edhe Trumpi kur gjojë të mëgjes, se çfarë i thot Melania bën edhe me botën, ti ish i bindur për këtë. Qajupi e ka thënë, gratën në hije lozin ku vendojnë, pika që su bie se nga burrat të rojnë. Nuk e ka... E vërtet. Ky është Qajupi në një tjetër dimension, nuk ka. A peshe Elti që po heki une? Faleminderit që na i zdrite me atë vokal fantastik sonte këtë vend. Shumë faleminderit. Ishe fantastik, nuk ka Shumë fjalë. faleminderit. Shumë faleminderit. E kom një përshtypje që qëndron mirë
edhe ka popullori atje, ha? A bën me t'lut me nënknu diçka popullore? Far Hayreddin Pasha, diçka? Pak Hayreddin e dua. Pak Hayreddin. E ka gjedh bela Hayreddin Pashën e ka gjedh bela Bravo! Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Edhe një tjetër. Eti, Shumë faleminderit. Shumë Hajde, faleminderit. publiku në këmbë. befasove shumë sa bukur po i ndron teknikat prej këngës në këngë, edhe mezi po pres me të pa prap. Këtu, kështu që prej me e një po. Shumë faleminderit. Ja, the Ponti. Nuk besoj se ka hapësirë më për dyshime kundrejt asaj që ti je këtu duke përfaqësuar në mënyrë më dinjitoze faktin Po e që thuaj o pak më shkurt se më vdiqe. Talent, po. Shumë faleminderit. Natyrisht edhe unë jam brenda gjithë këti, ose kësaj përshtypje të bukur që na ofrove me zërin tënd magjik, me talentin, dhurat e Zotit dhe shumë bukur që ti e punon, e përpunon dhe ke një rrugë të gjatë e të bukur përpara. Shumë Më faleminderit. vjen keq vetëm për një gjë që në Kosovë në 3 veta 2 janë këngëtar. Kaq shumë. Është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Me atë ti ke hapësirën tënde. Është si puna e qiellit, ka qindra dhe mijëra avion, secili ka vendin e vet. Jam shumë i lumtur që ti erdhe këtu në skenën e Albania's Got Talent. Këtu është një pedant fluturimi për çdo që ka talent dhe unë do të them që ta quash si një ditë ngjarje të shënuar në jetën tënde dhe pa rrugtim të gjatë të bukur në skenën tonë. Shumë faleminderit. Shumë Faleminderit faleminderit. Ju përshëndes, shihem. Po. Po. Shumë faleminderit. Urime. Si u ndjeve? Mirë. Kishe më këngë për të kënduar se nuk legje pa kënduar. Më të kanë ngel ndonjë gjë nga repertori? Për fanzat. Okej, suksese shumë. Shumë faleminderit. Tani edhe pyetja e fundit, kush këndon më mirë nga ju dy? Se më duket edhe vllai konkurrencë të madhe të bën. Po. Suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit.